Ngritjen e dorës. A ka kundër? Degës së Partisë së Drejtësisë në Suari. Fillimisht në emrin tonë dhe në emrin tonë Partisë së Drejtësisë në Suari. Urime. Ftoj kandidat kryetarin e degës. Këni motivu që një herë ju kthy Suarekës, sepse e kom pa që këni bo vërgji me dhana ma shumë punës. Unë nuk po zatona sepse zatimet e mija i kam si frymari me u përpjek me punu për juve, për të mirën e vendit. Unë shpresoj që në të ardhmen që mi edhe më serios, edhe më konkret, edhe ata që tojme nga pa të dështum, mi thonë që keni gabu adresën, sepse programi i Partisë Drejtësisë nuk e një dështimi. Dhe na jena shtëpi e saj. Unë mandatin e ardhshëm do të përpiqem të konsolidoj degën edhe me stafe tjera profesionale, sikur thashë do ta bëjmë një reformim serioz. Gjithashtu do të përpiqem që të përcjellem më së afërmi gjendjen e qytetarëve tanë, edhe qendrës të sigurojmë një përkrahje më të fuqishme se që kemi pas në zgjedhjet lokale këtu në Suari. Unë jam i bindur që zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme do të jenë edhe një hap i madh i Partisë së Drejtësisë përpara. Por për të qenë ky realitet, kjo varet ekskluzivisht nga ju kuvendar të dashur, nga ju kryesi e nderuar e degës Suarekës, nga ju kryetar i degës, dhe ne duhet të kuptojmë se ndryshimet nuk ndodhin vetëm me fjalë të bukura e me fjalime të bukura, po para të gjithash me punë të përkushtuar, të sinqert dhe mbi të gjitha profesionale. Uroj që kjo t'ju udhëheq në punën e juaj, që këto parime t'ju udhëheqin në punën e juaj dhe që të jeni ajo që keni qenë gjithmonë e në të ardhmen të jeni edhe më shumë shtyllë e fuqishme e Partisë së Drejtësisë në skenën politike të vendit. Faleminderit.